Një denoncim në CNA solli dhe publikimin e disa dokumenteve, të cilat vinin si pretendim se në rrugët Muhamet Gjollesha ishin privatizuar lulisha dhe trotuari për llogari të shoqërisë aksionere Botimet Enciklopedike të Ajola dhe Valbona Xoxhës, veprimi kryer në vitin 2016. CNA i shkoi më tej investigimit dhe jemi drejtuar ASHK-s me kërkesë për informacion zyrtar në lidhje me këtë rast ku pretendohet se janë dëmtuar disa bashkëpronar në të njëjtën godinë. Privatizimi i lulishtes apo trotuari si truall në funksion të shoqërisë aksionere, ku mazhorancë janë Ajola dhe Valbona Xoxha, dalja pengon aksesin e njësisë që lidhet me sipërfaqen e regjistruar si pasuria 5 fraksion 360. Thënë shkurt, ky regjistrim ka dëmtuar pronarët në të njëjtin objekt, duke u sjellë kufizime në përdorimin e hyrjedaljeve në trotuarin publik. Nga ana tjetër, personat e tjerë, pronar të godinës, nuk janë përfshirë në procedurën që çoi në regjistrimin e vitit 2016. CNA ka publikuar dokumentet duke nisur nga planimetria që tregon lulishën e kthyer në truall, harta treguese e regjistrimit, urdhrin për ndarjen e pasurisë, vërtetimin e dokumenteve hipotekore e deri te planimetria e vjetër, disa pyetje publike për ASHK-n dhe një skandal i mundshëm për privatizimin e një trotuari, cili është dokumenti teknik i saktë që përcaktoi kufijtë e sipërfaqes 415.88 m2 dhe a përputhet sipërfaqja e regjistruar me sipërfaqen që rezulton nga dokumentet historike. Sipas të dhënave të dokumenteve, por edhe fotove, tregohet se ka lulishte e sipërfaqe e privatizuar është edhe trotuar. Për faktin që shihet në terren, ka dyshime për shkelje të ligjit dhe abuzime nga ASHK-ja. Pyetjet që lindin janë: a është verifikuar gjendja reale e terrenit në momentin e regjistrimit të vitit 2016? A përfshin pasuria 5 fraksion 360, sipërfaqe që në praktikë kanë shërbyer si akses ose hapësirë kalimi? Dokumentacioni analizuar deri më tani ngre dyshime të shumta mbi mënyrën e përcaktimit dhe regjistrimit të sipërfaqes 415.88 m2 në pasurinë numër 5 fraksion 360. Materialet e publikuara nga CNA kërkojnë një verifikim të mëtejshëm administrativ dhe, nëse rezultojnë elemente shtesë, edhe hetim institucional mbi procedurën e ndjekur, ku, sipas dokumenteve, duket qartazi se shoqëria aksionere Botimet Enciklopedike ka privatizuar lulishten dhe trotuarin.